Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka refuzuar një propozim të Izraelit për të vrarë udhëheqësin suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Ka bërë të ditur zyrtarët amerikanë. Sipas një prej zyrtarëve, Trump i ka bërë të qartë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se vrasja e Khameneit nuk kishte një ide e mirë. Presidenti amerikan nuk ka komentuar publikisht mbi raportimet, ndërsa biseda mes dy liderëve raportohet të ketë ndodhur pak pas nisjes së sulmeve ajrore izraelite ndaj Iranit të premten. Gjatë një interviste për Fox News, kryeministri Netanyahu nuk pranoi të konfirmonte ose mohonte drejt për drejt raportimet për veton e Trump mbi një plan për eliminimin e liderit iranian. Ka shumë raportime të rreme për biseda që nuk ka ndodhur kurrë dhe unë nuk do të hyj në këtë temë, tha Netanyahu, por mund t'ju them se bëjmë atë që duhet të bëjmë. Shtetet e Bashkuara e dinë çfarë është më e mira për to dhe unë nuk do të hyj më tej.